Mirëmëngjes edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam të ftuar një artistin e muraleve, Bledar Çakalli. Mirëmëngjes i nderuar, faleminderit që je sot me mua. Mirëmëngjes, mirë se gjeta Shkodër. Jam shumë e nderuar që ke marrë rrugën dhe ke ardhur sepse ti jeton në Durrës dhe unë dua ta përmend këtë pjesë. Ke ardhur në Shkodër për këtë intervistë, unë jam shumë e nderuar që je sot me mua këtu. Është vërtet kënaqësi. Është nder gjithmonë ti është në krahinat shqiptare. Faleminderit, të falenderoj shumë. Si lindi ideja? Si erdhi ideja tek ti që të krijosh këto murale kaq të mrekullueshme, gjithmonë me motive adhetarie dhe patriotizmi? Unë kam thënë shpesh herë që kjo nuk është thjesht ide. Këtë do të më pasi detyrë dhe si detyrë e shoh. Dikur para disa vitesh ka qenë pasion dhe vetë reagim, por sot është këtu një detyrë kombëtare që kërkon ndërgjegjësim nga gjithë ne shqiptarët. Dhe është ndërgjegjësim që është apo nuk është, sepse shpesh herë kemi ndoshta këto pikpyetje të mëdha në identitetin ton pak a shumë dhe kemi a vlerësohen kaq shumë këto? Shiko, unë përmend faktin e Det Gjon Lulit në Gjirokastër, që kishin shumë pak informacion. Por duke përcjell mesazhin me figura të tilla siç është Det Gjon Luli, ti do japësh kontributin tënd që ky figurë tregon një histori, dhe historia dihet që është nga Maltësia, që ngriti flamurin e 1911 në Maltësi. Unë kam pasi detyrë, më përmend dhe rastin e Astrid Culit në Berat, murale e Beratit, që kisha vullnetar nga Elbasani, që në fakt banorët nuk po krijoshin dot lidhjen logon e UÇK-s me Beratin, edhe nuk kishin informacion që Astrid Culi ishte nga Berati. Dhe ditë të fundit, para se më përfundua, të e kuptuan çfarë po ndodh dhe kush është Astrid Culi, dhe unë ndjem pak si keq në fillimet. Që nuk e dinin. Unë ndjem keq në fillimet tona, por rezultati ishte komplet ndryshëm fund fare. Dhe ishte një rezultati mrekullueshëm. Si presin njerëzit këto murale? Jam shumë kurioze të di. Shiko, deri diku njerëzit nuk kanë faj. Sidomos rinia, shpesh herë ne fajsojmë rinin. Por ti nëse nuk punon për rinin, me përcjell informacionin, rinia mund të tërhiqet nga shumë gjëra të tjera siç po ndodh sot. Cilën mund të cilësojmë si më të veçantën që ke pikturuar deri tani? Ka pasur shumë, ku ti the nuk ka një numër që unë nuk e mbaj mend kur po flisnim pak më përpara, po mund të kemi një që e cilësojmë si më të veçantën? Shiko, po flas personalisht. Nga ana ime ka qenë më e veçanta murale në Tibër e genocidit Çam. Unë gjithmonë me të idenë kam pa në sytë e shumë luftëtarëve që kam pikturu, burnin, trimnin, dashurin për atë dheun që kanë dhënë jetën, por kur cek disa histori, siç është imazhi i Çamëve që janë larguar nga trojet e veta, ka qenë diçka shumë e prekshme. Është diçka shumë e bukur. Sa mendon se do të mbeten gjatë në histori këto murale? Patjetër që historia është ajo çfarë është identiteti i një kombi dhe është gjëja më e rëndësishme për secilin nga ne ta mësojmë, ta kujtojmë, sepse është vërtet një luftë që është bërë për të jetuar këtë që ne kemi sot. Dhe sa bukur është kur brezi i ri shikon këto murale dhe ti the ato nuk kanë faj që nuk i din ndonjëherë, janë shumë hallka fajtore për ato që ato nuk din, por sa mund të mësojnë nga këto murale, sepse ti the që edhe në Elbasan nuk e dinin që ishte nga Elbasani. Pikrisht, do ta them edhe një herë tjetër që ne pa histori nuk kemi të ardhme. Sot që jemi në këtu, tjerët para nesh kanë dhënë jetën, kanë luftu, ka pas dobime, ka pas spastrime etnike në trojet shqiptare. Nuk po flas këtu për Shqipërinë që njohim ne sot, se shpesh herë ne flasim për historinë e Shqipërisë, po harrim kombin. Pa komb nuk ka histori Shqipëria. Kombi ka komplet historinë, duke përmend nga Preveza, Janina, Ilirida, Kosova, shqiptarët e Malit Zi, Presheva,
gjithë këto na përfshihen ke historia shqiptare. Dhe pjesa që përcjell nëpër murale është që me figurat e një krahine mund mësohet edhe historia e vendit. Ka shumë figura që duhen janë shumë figura që tregojnë shumë gjëra përtej ato që ne dim sot. Patjetër. Sa kohë mund të marrë nga fillimi deri në fund bërja një muraleje? Shiko, unë kam kaq vite dhe kur nuk e kam dhënë 100% shëntim. Dhe nuk besoj dhe për disa vite që do a jap 100% shëntim. Pse ndodh kjo? Kur të kemë mbështetjen dhe nga shteti shqiptar, nga institucionet, ta kuptojnë që kjo është një kaos që na përket gjithëve, dhe unë të jem i qetë nga ana psikologjike ta bëj diçka që t'jap rezultat, atëherë do japësh 100%. Atëherë do jap 100%, po nuk mund asnjë artist në botë nuk mund t'jape 100% kur e din që moment që janë nis do presësh, ndalohesh, do presësh të shoqërohesh. Janë disa gjëra që kanë pa më shumë përcjell mesazhin, jo t'jap rezultat. Jo t'japësh rezultate. Pra është një punë që është ndoshta gjithmonë në presion deri në momentin që të kemi një mbështetje nga institucionet. Kjo është një kaos që ta jep presionin akoma po vazhdo. Mund të përmenin muralen e Koshares, me djemtë e Hereqit, Slupit dhe Dujakës, që kanë ra në prit. Ishte presioni akoma po unis. Për shkak që dihet historia e Koshares, dihet luftimet që janë bën në Koshare nga brigada e Agim Ramadanit, por këto janë djemë që kanë ra para brigadës së Agim Ramadanit, dhe kuptohet ndjesia shumë e madhe që kanë tilla murale. Po kur bën në Kosovë, një murale për shembull për UÇK-n, si e presin ata? Ata ndoshta e kanë luftën edhe më afër të përjetuar dhe kanë ende të hapura shumë plagë të luftës, dhe patjetër që do të ketë ndoshta një feedback edhe më të mirë, edhe më pozitiv. Shikoni, kur flasim për Kosovën, sidomos ne shqiptarët e Shqipërisë, ne shpeshherë po mos them 80% të rasteve përmend vetëm luftën e UÇK-s. Dhe kur kam bërë muralen e Deçanit, kam marrë shumë informacion që lufta ka qenë historikisht në troje Dardane. UÇK-ja ka qenë fundi i vujtjeve të shqiptarëve të Kosovës. Dhe me thonë një histori lavdie, shpeshherë unë jam krenar për ushtarët e UÇK-s dhe për ushtrinë shkrimtare të Kosovës, por kanë vujt aq shumë sa 100 vjet poshtum kanë qenë dhe janë shumë figura akoma që këto duhet të mi tregu, jo vetëm për UÇK-n, por ka një histori shumë të madhe dhe Kosova. Ka një histori, por që po harrohet, si mendon? Shpeshherë historiet harrohen. Dhe për fat keq ne shqiptarët e kemi pak si në gjak, dhe që harrojmë shumë shpejt. Shumë shpejt. Dhe mos me harruan është diçka që një popull që nuk harron nuk ripërsëritet historia ose Po, në momentin që harrohet, patjetër që shumë shpejt do të ripërsëritet. Shumë gjëra që ka kaluar. Po një pikturë, një murale, nëse flasim në pjesën e Çamërisë, sa e vështirë, çfarë përgjegjësie është të marrësh, të bësh një murale në pjesën e Çamërisë? Shiko, ne mund të tregojmë trima nëpër studio ose nëpër kafe, mund të thomi që jemi patriot, por do të më radhe pak në kam tokë. Krahina e Çamërisë është e vetmja krahinë që mu më kthen 100 vite mbrapa. E ndjej presionin sa thë kufirin. Kuptohet presioni autoriteteve greke për çështjen çame. Tërësisht çështje shqiptare. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë kur e din që ti nëse arrin kapesh me sprajt ose me shqiponja në territorin e Çamërisë, mund të përballesh
pa dyshim që do përballesh me burgun, me policinë greke, por historia ka treguar se shumë patriotë shqiptarë janë vrarë, janë masakruar, janë helmu me metodat më të ndryshme. Ndoshta mund të vijë gjallë në Shqipëri edhe nëse kapem, por është çështje që shumë e ndjeshme, shumë delikate dhe nuk duan që të përmendet. Sa herë ke marrë guximin të pikturosh murale në Çamëri? Në fakt, kjo është çështje ndjenje më shumë, si e përjeton një kaos, dhe çështjen Çamon e kam përjetuar pak më ndryshe nga e Kosovës. Kosova ka arrit mu shliru, kurse çështja Çamon gjithmonë ka ngec dhe nuk ka pas mbështetjen siç e ka pas Kosova. Është reagimi më shumë që më ka bë të disa ligje. Dhe shpesh herë them që ligjin e thy, po të paktën po e thy për të mirën e kombit tim. Sa bukur. Të thysh ligje për të mirën e një kombi, por edhe nga ana tjetër është për të ardhur keq sepse nuk ke mbështetjen e institucioneve të Shqipërisë. Kjo është pjesa më e dhimbshme ndoshta. Kjo është çështje politike më shumë se deri diku edhe unë jam i ndërgjegjshëm, se Shqipëria po synon Bashkimin Evropian. Kjo nuk diskutohet. Dhe disa tema të tilla, siç është Çamëria, janë agjendat akoma më të larta dhe nuk mund të dalë dikush, një individ ose një artist ose qoftë ky dhe politikan mbi disa gjëra më të mëdhajave. Është shumë e vërtetë. Bile kishim rastin e ministrit Hoxha që kishte mbështetur studentët në Maqedoninë e Veriut dhe pretendohej të shkarkohej vetëm për mbështetjen që ka bërë me një status. Dhe vërtet është për të ardhur keq momente të tilla, jo më nëse del në një deklaratë apo në një mbështetje tjetër në... Pikërisht janë çështje shumë të mëdha, janë çështje që duan kujdes, por është diçka që me çështjen kombëtare nuk bëhet kompromise. Nuk bëhen pasare. Nuk bëhet kompromise. Duhet të kesh vërtet një gjak shumë të zellshëm shqiptari që ta bësh këtë punë që bën ti. Është e vërtet, shpesh herë më thonë ku e gjen guximin. Është vërtet për të admiruar guximi. Ku e gjen guximin, por duke pa historitë e shumë figurave kombëtare dhe çka kanë arritë ato të japin për kombin, kjo që po bëjon thjesht një detyrë, asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Është bukur kur e dëgjon nga ti kur thua është thjesht një detyrë dhe asgjë më shumë, duke na bërë edhe ne të tjerëve krenar, ne të tjerëve që të dëgjojmë dhe që shikojmë punët dhe arritjet tuaja. Është detyrë për mua, është detyrë për gjithë shqiptarët. Jo çdo kush mund ta bëjë pjesën e pikturës, por mund të kontribuojë në mënyrë tjetër. Si për shembull, mund të ketë një mënyrë. Shembull, më ngrit zonën për çdo lloj padrejtësie që i bëhen shqiptarëve. Shumë e vërtetë. Kjo patriotizëm është. Është patriotizëm, por që ne e kemi humbur, më duket kohët e fundit dhe jemi zbehur pak si shumë në këtë aspekt. Të ka ndaluar ndonjëherë pjesa që ne po flisnim, po diskutonim pak më përpara, që shpesh herë ke marrë edhe ekspulse në vendet si Malizi, në vendet si Greqia. Të ka ndaluar ndonjëherë kjo pjesë që të vazhdosh punën tënde, ke thënë që stop, tashmë s'do vazhdoj më, do ndalem këtu, pasi do më duhet ndoshta të shkoj në Greqi, qoftë për një, nuk e di, një vizitë. Unë shpesh herë kam thënë dhe do e them prapë që kur nuk pendohem për këtë që bëj. As nuk e llogaris që tërhiqem, sidomos kur e di që jam në rrugën e duhur dhe rrugën e drejtë. Normal që shtetet fqinja do bëjnë detyrën e vet, por kjo është një kaos shumë e drejtë, një kaos që duhet ishte ngrit edhe më para, por unë thjesht kam gjetë mënyrën time me dhënë reagimin, pavarësisht se ndoshta shtetit fqin, siç ishte edhe deklarata e një deputeti të Parlamentit Greqisë që për Marko Boçarin, një kundërshtim i hapur kundra figurës. Ne shqiptarët nuk kemi nevojë të bëhemi ekstremista. Ne nuk jemi ekstremista, as kena qenë asnjëherë ekstremista. Ne jemi vetëm mbrojt historikisht. Me mbrojt nderin, tokat e trojet tona.
shumë e vërtet. Ne s'kemi pse të bëmi ekstremism kërku troje që nuk na përkasin. Ne thjesht po tregojmë të vërtetën, edhe në fundit të vërtetë ka pranuar dhe Europa. Pavarësisht se etiketohemi si ekstremista. Ndoshta nga shtetet fshinje më shumë, Nuk sepse diskutohet. është edhe interesi që ata do të marrin trojet tona dhe patjetër që do të etiketohemi sido që atyre t'ju vi e përshtatshme dhe e nevojshme. Nuk mund të them vetëm interesi, por shtetet fqinje kanë domosdoshëm të jenë ekstremistë, për shkak që ato janë ndërtu mbi histori shqiptare, mbi troje shqiptare. Kështu që ato janë deri diku të detyruar të reagojnë dhe të punojnë kundra shqiptarëve. A ka pasur ndonjëherë ndonjë arsye për të ndalur në këtë punë të mrekullueshme që ti bën? Arsye. Për mua arsyet janë justifikim. Janë justifikim për shkak që unë kam marrë diçka përsipër dhe do të mi dalë përballë. Unë normal që kur jam të rend do pres edhe të mirën dhe të keqen. Por të paktën e kam pranuar këtë të vërtetë. E ke pranuar. Dhe ndoshta është më e dhimbshme, është më vështirë, është një mision edhe më i madh të marrësh përsipër kur e ke këtë barë të madhe mbi shpinë? Bara çdo ditë më shumë po rritet. Ndërgjegjësimi po ashtu. Kështu që është shumë e madhe si barë. Është e madhe si barë. Është e madhe, po. Ndihesh krenar për veten, sepse po krijon diçka kaq të bukur, ku po mëson edhe të rive një pjesë të historisë. Duan apo s'duan, lexojnë apo nuk lexojnë më libra, kur të kalojnë para muraleve, i shikojnë dhe besoj që bëhen kurioz, ndoshta një navigim në internet e bëjnë, sepse duan të shohin se çfarë është. Qofse një emision caktuar dikush e ndjen, do klikojë ta shikojë. Ndërsa muralet janë komplet gjë tjetër. Do e kemë përballë don apo s'don ta shikojnë, ndoshta një herë nuk do e shikojnë, 2 herë, 3 herë, por kalojnë për ditë aty, do e marrin informacionin. Do e marrin informacionin. Dhe kjo është ajo që u dhe më shumë, dhe kjo është ajo që tentojnë shumë herë që të ndalem në disa zona ose disa krahine dhe jashtë territorit Shqipërisë. Të bën krenar kjo për veten? Mendon që e ke arritur atë misionin që ke pasur në mendje? Misioni është për gjithë jetën, nuk mund të them që është krye misioni, se kur i shërben një çështje kaq të madhe e ke për gjithë jetën edhe. Por me aq sa kam arrit, jam krenar, normal, por ne si shqiptar nuk ose i njohim shumë mirë historinë, edhe kjo është për të përmend. Me tregu sa kam arrit me bë, nuk jam pak figurat, por ne do të mja nis nga A-ja në radhë parë, pastaj të arrim KZ-ja. Mësomi me figurat që njohim botërisht, si Ismail Qemali, Sa Bolitini, Çeçistopulli, Skënderbeu, këto njihen. Por të arrish KZ-ja është diçka shumë e madhe, ke pellazgët e lirë që aty do ketë përplasje më të mëdha. Shumë e vërtet. Kush ka qenë mbështetja jote më e madhe në këtë rrugtim kaq të vështirë? Shiko, është fakti për të vlerësuar momentet e para. Mbështetje tani flasim që kam pas mbështetje, sidomos tifozat kuqezin, njerëzit, patriot, diaspora, kryesisht më shumë, por gjithmonë më në mend fillimet. Fillimet. Dhe kush ka qenë në fillime ajo mbështetje jote më e madhe? Pra ti më the që e ke nisur 19 vjeç, në një moshë shumë të re. Ndonjëherë gjërat bëhen edhe në eufori e sipër dhe ke atë entuziazmin e rinis, ndoshta më shumë se sa atë dëshirën e madhe për punën, më shumë është ajo pjesa e rinis. Dhe është e vështirë të kuptosh nëse është ajo euforia momentit apo është një vazhdimsi. Pikrisht këtë se kam pas kuptuar në fillimet e mia, thjesht e kam bos një vetë reagim, nuk kërkoja llogari nga tjerë pse nuk reagon për këtë çështje, për çështje të caktuara, por reagoja me mënyrën time, por duke ardhur, duke studiuar, duke parë çka ka ndodhur me kombin shqiptar, edhe duke kërkuar për rënjet e mia, aty e kuptova që kjo nuk është rasti. Nuk është rastësi. Si funksionon? Bëhet një skic, ndërtohet një skic, më pas pikturohet sipër skicës. Mund të na shpjegosh pak më shumë me detaje pjesën e pikturës që bëhet?
Shiko, varet nga terreni, unë gjithmonë e them që varet nga terreni. Nëse ti je në një zonë shumë të rrezikshme, nuk do tentosh bësh skica, apo do futesh direkt krysh misionin dhe të largohesh. Nëse je në zona të caktuara, zona të sigurta, normal e merr shumë më qetë, do mundosh të japësh një rezultat sa më të mirë, por e thash më parë, varet nga zonat dhe krahinat ku je. Nga krahina ku je. Në momentin që ke ato komoditetin më të madh dhe është mbështetja më e madhe, si mund të... Nuk diskutohet dhe është aty kupton shumë gjëra në terren, sidomos kur të afrohen njerëz që e duan vendin dhe njerëz që i interesohen për historinë e kombit shqiptar, dhe kupton që realisht ne vujmë për një lider, nuk është se nuk jemi patriot, nuk është se nuk e duan vendin, por thjesht në ka shkënjur shumë politika, historikisht. Është shumë e vërtet. Do të përmendi pak moralen e fundit që ke bërë në Lezhë, ishte e mrekullueshme dhe më lejo të të komplimentoj. Mund të flasësh pak ti për këtë morale? Si erdhi, si ide, mënyra kur e ndërtove, a kishte pjesë të presionit ndoshta? Jo, në Lezhë, thash, në përgjithësi presionet janë jashtë territorit të Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe kuptohet arsyeja. Qëllimi ka qenë Shkodra, pastaj nuk arritu me bën Shkodër, por u kthym në Lezhë dhe rastësisht ishte ka qenë data para 2 marsit. Edhe vendosëm me bë beslidhjen e Lezhës. Sa bukur. Dhe kishte dalë kaq e bukur, lidhe edhe me datën historike të beslidhjes së Lezhës. Unë jam fakt kundra datave caktume, nuk duhet me kujtu vetëm me datë 2 mars, por duhet me pas në mendje dhe në zemër çfarë arriti beslidhja e Lezhës, që edhe sot e kësaj dite ne kemi shumë të nevojshme. Vërtet, po, vërtet është shumë e nevojshme, por për fat keq po e harrojmë pak, ti kujtojmë ndoshta edhe me data, edhe me histori, edhe në libra është për të ardhur keq, sepse të vegjëlit nuk i lexojnë dhe kjo puna... Unë po flas më shumë për individ caktuar që marrin kauza përsipër dhe i lënë rrugës. Dikush mund shitet, dikush mund ta bëjë për interes, dikush për diçka tjetër, dhe këto individ caktuar më shumë e dëmtojnë kauzën ose i bëjnë dëm Shqipërisë sa po e ndihmojnë. Mund të bëjmë në fund një thirrje për të gjithë publikun shkodran që na ndjek, për të gjithë ato patriotët, sepse shkodranët janë shumë patriotë. Dhe mund të bëjmë nga ti një thirrje si një patriot që të ndjekim këto kauza, të jemi sa më afër tyre dhe të lexojmë të mësojmë shumë për historinë? Shkon në Shkodrën e kam ndjek për shumë kohësh. Një arsye që ja du më shumë është që Dibra ka ardhur, ka luftuar në Shkodër, me origjinë nga Dibra jam, dhe gjithmonë ka tërheq, pastaj kam lexuar edhe historinë e Shkodrës, edhe një nga figurat më të mëdha që edhe e kam për zemër është Oso Kuka, që shpresoj që të arrijmë një bashkëpunim që të bëhet diku një murale e Oso Kukës. Shpresojmë edhe ne që shumë shpejt të kemi nga ti një murale të Oso Kukës në qytetin e Shkodrës, do ishte një vlerë e madhe për këtë qytet. Aty ku i takon. Guri për shumë në vend të vet, patjetër që po. Të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë që ke ardhur nga larg për të pranuar ftesën time për të qenë në studion e Star Plus Televizion. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Takimi radhës së bashku nesër.